Muaji janar ka nisur me angazhime për mazhorancën socialiste. Pas mbledhjes me kabinetin qeveritar, kryeministri Edi Rama ka thirrur për një analizë të detajuar deputetët socialist, ku fokusi do të mbetet tek objektivat për sesionin e ardhshëm parlamentar. Ky takim maraton zhvillohet në një format të plot vlerësimi të veprimtarisë së grupit në kuvend dhe të performancës së çdo komisioni. Mbledhja nis me fjalën e kreut të qeverisë, i cili do t'i drejtohet deputetëve me porositë e tij, ndërsa pasohet me fjalën e kryeparlamentarit Niko Peleshi dhe kreut të grupit socialist Auland Balla. Por jo vetëm kaq, në pallatin e brigadave, aty ku edhe zhvillohet mbledhja, do të raportojnë edhe kryetarët e komisioneve, të cilët do t'japin edhe objektivat e tyre në fushat të cilët drejtojnë. Emrat kryesor që do të raportojnë për punën e tyre janë Milva Ekonomi, Ulsi Manja, Bledar Çuçi, Blendi Klosi, Anila Denaj, Evis Kushi, Eduard Shalsi, Iris Luarasi, Erion Mala, Igli Hasani, Fatmir Xhafaj, Damian Gjiknuri dhe Arbian Mazniku. Ky takim me deputetët vjen në një moment ku priten porosi specifike nga kreu i qeverisë Rama, duke u nisur edhe nga fakti se socialistët duhet të kenë një qëndrim të ndarë lidhur me procesin e integrimit dhe reformat e nevojshme që duhet të ndërmarrin për të përmbushur kriteret e Bashkimit Evropian. Ky takim i kësaj të premte nuk e përmbyll fazën e mbledhjeve të shefit të ekzekutivit, i cili ditën e shtunë do të mbledh kryebashkiakët në qytetin e Durrësit. Këto mbledhje të formës së ritrit janë kthyer në një traditë të shumicës socialiste, ku kreu i qeverisë mbledh kabinetin, deputetët dhe kryebashkiakët çdo janar dhe mes viti.